fillon e vuan këtë gjën. Pra, sepse nga prindrit edukohen me shpirt konkurrence. Unë jam dakord që fëmia të ketë shpirtin e konkurrencës, por me veten. Pra ti duhet të jesh versioni më i mirë i vetes, jo me të tjerët. Kjo është nga gjithë eksperienca që po thoni, besoja raste konkrete të cilat ju keni parë çdo ditë dhe numërisht mund ta shikoni çdo ditë dhe e shprehni dhe Po, bëhet event në shkollë, një situatë sociale caktuar, një event i caktuar që kemi tematik në shkollë, dhe fëmijët duhet vishen me një veshje, me një kod veshje të caktuar. Gjysma e fëmijëve vinë dhe ikin duke qarë, se shoku ishte veshur më bukur se ta. Dhe për cilën mosh bëjmë fjalë? Për klasat e para, të dyta, të treta, sepse duke filluar në hyrjet e adoleshencës, nuk kanë më interes për këto evente sociale kaq shumë. Të paktën jo për këto gjëra që janë për fëmijët më të vegjël. Kanë interes për evente sociale të tjera, por jo për këto. Kështu që në këtë grup mosh, 1, 2, 3, 4, në këto klasa, fëmijët e përjetojnë dhe konkurencën me shokët e ushqejnë prindrit. Dhe kjo nuk është një gjë që unë jam fort fanse e situatës.